ngrit atë dhe o luftetar o si Skanderbeu. E Leonar Bni o si Rufe moti to basidere sot kastriotit. E Skanderbeu i ngriti shpatat e mlodhi krento e principatat. E u bon bashko me qliru e venin o e në lezhe bani kuvenin. E me shpatën dorë 25 vjeto e qlirojo atë dhe në vet. Sot jet jeta o e sot jet moti. E nuk të haroj mo Gjergj Kastriot jo nise. Gëzuar. Jemi drejt për së drejti me sofrën lezhjane për t'ju përcjell tek ju shpirtin e folklorit me zërat autentik që përfaqëson folklorin e veriut dhe sigurisht për t'ju përcjell një lajm të mirë që na vjen nga Polonia, pasi kjo sofër me shihen, me traditën, me zakonet, aty ku gjithçka buron nga zemra, ka fituar vendin e parë në panairin ndërkombëtar të turizmit dhe kohës së lirë. Këtu në krah jam me rapsodin Pavlin Kola, mirë se erdhi, një nga rapsodët e njohur të veriut. Kënaqësi që jeni këtu. Gjithashtu dhe në këtë instrument të vjetër që është tashmë në UNESCO, dhe na bën krenar të gjithë ky instrument i vjetër si lautar dhe që ju e trashëgoni brez pas brezi prej shumë vitesh, me zotin Lulash Pëllumbi. Kënaqësi që jeni këtu, vajza të veshur me kostume tradicionale të zonës së Lezhës, që janë 6 të tilla dhe që kanë patjetër bukurinë dhe finesën e tyre, gjyrat e forta. Të gjitha këto, por dhe gatimet tradicionale kanë qenë pjesë e këtij panairi. Unë do të kthehem përsëri në tryezën tonë përpara se të prezantoj edhe të ftuarit që vinë nga pikërisht nga ky aktivitet ndërkombëtar që na ka bërë të gjithëve krenar. Lezhë fiton vendin e parë apo jo në panairin ndërkombëtar të turizmit dhe kohës së lirë me 250 stendave ku degustuan dhe qenë të pranishëm degustator mbi 2000 të tillë që provuan gatime tradicionale të zonës së Lezhës në mënyrë dinjitoze mes këtyre stendave të bukura që u përfaqësuan nga secili prej vendeve të Evropës. Ne dolëm në vendin e parë. Kjo na bën më shumë se sa krenar. Në studio jam me Firidon Ndojin, shef kuzhinë e teknolog ushqimor. Mirë se erdhët. Mirë se gjeta. Urime. Faleminderit. Shumë suksese. Me zonjën Terez Gega Artizane, mirë se erdhët, kënaqësi që jeni në Reze Dielli, dhe me Renaldo Xhani, drejtori i turizmit në Bashkinë Lezhë. Mirë se erdhët. Mirë se gjeta. Shumë suksese. Vetëm pak ditë më parë vini me një çmim mes shumë shteteve të tjera ku përfaqësuat Lezhën me ushqimet, me kostumet, me traditat, dhe kjo është një domethënie shumë e madhe që ne mund t'ja dalim dhe t'jemi si thua të preferuarit e botës përsa i takon traditës dhe zakoneve tona. Tregoni pak për këtë eksperiencë, si morët pjesë dhe çfarë përfaqësuat. Indicia ishte e drejtorit turizmit për pjesëmarrjes kësaj në këtë fushë dhe si ka startu t'ja filloje sepse ne jemi faza e fundit që na ka mankuar. Duke qenë se Lezhë vitet e fundit ka marrë një zhvillim në turizëm vendas, kombëtar, dhe oferta saj është rritur për arsye plazhit, por edhe duke ndërthur me kulinarin, po edhe me atraksionet kulturore që ka, me pjesën artistike, po edhe me koloret e bukur të kostumografisë. Ne mendum që të hedhim një hap tjetër përpara, të dalim drejt Europës për promocion, të krijojmë networke me Europën, të tregojmë që tregu jonë, oferta jonë e përbashkët është edhe për standardin europian. Dhe ne studiuam disa panaire ndërkombëtare ku me thonë drejtën, indicjet si bashki janë të pakta për të dalë edhe mendum që me ta sfidat tona të provojmë të shkojmë një panair, ne mendum vetëm pjesëmarrjen. Po, nuk menduat që do të fitonit një çmim dhe aq më tepër të parë. Dhe thanë që ju kanë votu gjithë ekzibitorët e atij panairi, që ekzibitorët e atij panairi nuk ishin vetëm të Polonisë, por ishte Çekia,
ishte Gjergjia, ishte Bullgaria, kishte edhe elementet të tjera nga Gjermania, Spanja kishte disa elementet të shteteve të Ballkanit. Gjitha këto po thuj se një pjesë e madhe për shembull ishin si shtete. Ato vijnë për shembull Bullgaria ishte si shtete, ka stendën e vet. Gjergjia kishte si shtete. Me të gjitha tiparet dhe elementet e folklorit të tyre. Shqipëria nuk ishte marrë pjesë në atë panajër ndërkombëtar. Një ndihmë madhe na dha edhe studimi që i bëm bashkërisht edhe me ambasadoren e Polonisë, Shqipërisë në Poloni, zonjën Mimoza Halimi, dhe pas hapi studium se çfarë neve na duhet. Çfarë ne kombinuam hotelerin, kishim vete, kishim kulinarin, kishim edhe kostumet, kishim edhe rapsod. Gjitha këto, nosha kishim edhe energjinë, që na karakterizon ne shqiptarëve, zemrën, pasionin, shpirtin e popullit. Duke kapë dhe duke shiku dhe si në fillim që me kapet e trendin e vizitorëve, po e shikushim që kishte një interes. Interesi i madh ishte edhe për kostume, interesi ishte për kuzhinën, interesi edhe për ofertat, sepse Lezhë ka shërbim hotelier me çmime shumë të arsyeshme. Dhe polakët e shikoshim që ka një trend vitet e fundit, pa aty e njihshin Shqipërinë. Kishte edhe nga ata që se njihshin, por ne na shikoshim me hartë Shqipërie, po edhe më hartë Lezhë. Po u bësi një rrugë për ta njohur Shqipërinë. Po, edhe kemi shkuar edhe në gjithë ekzibitorët. Kemi vesh edhe këto vajzat me kostume, këto vajzat bukura që lanë larmi shumë bukur ngjyrash aty që ndanë edhe flet palosin, ndanë edhe paketë turistike në gjitha standat. Jo vetëm në standat tonë, po vëlla edhe në standat të tjera për me kriju connection me vendet e tjera që nesër na kthen edhe benefite. Çfarë e bëri të fitonte Lezhë vendin e parë? Kishit konkurrencë të fortë, e bëri përfaqësimi, kujtun shija, traditat, kostumi, kënga, vallet, çfarë e veçoi? Kur bashim kontakt edhe me ekzibitorë të tjerë që ishin si shtetet, ju thotë si bashki, po çuditemi si çfarë, si e keni marrë këtë indicje sepse duhet të pasim shtete të forta. Se atje im shtetin shtetet. Ishin gjitha, edhe im shtetet edhe Polonia vetë se kishin krijuar rrjetin e dikushëm se kishin nga 10 vite që shkonin atë. Dhe ajo që i bani është oferta e përbashkës, se kena kënë shumë të mirë të organizum, energjia, në skenë, me thënë drejtë, ka dhënë një performancë shumë të mirë, ne dhame dhe pjesën e referateve aty në skenë, por tjetër kishin përmenë vetëm referate, duke shikuar eksperiencën e këtynve leksioneve, i kishin audicionet pak ma vakta se ne, kur vite muzikë Shqipnia vishin gjithë. Aty, se kishte rritën valle, këngë, folklor, shpirti i festës. Edhe i boni me kënë edhe interaktiv. Po edhe në standën tonë, gjithë kena edhe këtu Paulin Golën, nuk i mungon dhe rapsodit gjithë po që instrumenti, kënga, valja, të gjitha bashkë. Si shka më dhe Fredionin këtu, nuk mungon të që mund t'i ketë gatu rrëth 2000 personave që e ka numër pjatave. Po, tani do kalojmë te kuzhina. Te kuzhina, te shija, sepse ishte një përfaqësim i denj apo jo, mbi 2000 degustime. Edhe nuk është pak. Paka shumë këtë 2000 degustime. Gjithë ajo 3 ditë panajir. 3 ditë në 2000 degustime me kushtet të ngushta dhe të jo të favorshme për të shoh dhe në më fund t'ja realizuar. Sa receta qove? Sa receta u gatuan? Dhe cilat janë ato? Ne kemi gatu 6 receta për 3 ditë mjallë. 2 receta në ditë kena gatu. Duke fillu me pastat e fresta, që kena me tartufin e Shqipërisë dhe ajkën e qumshtit, që ishte receta parë. Mishin në shishe babë që shuhet popull, po, si shihet edhe pastat janë kjo pjesa. Ja na i tregon, na i prezanto pak edhe për të punë e pastat e fresta me mielin autokton shqiptar, me vezë të fresta dhe tartufin e zonave të pjesë Pukë dhe Tropoje. Kjo ishte pjata e parë që shërbym atje dhe ban degustimin e plot. I dyta ishte shish kebabi me salqiqe edhe me mish të derit, po aja aty. E shoqërumi me salcë pikante, që aty në ju erdi diçka e çuditshme se nuk e kishin gërshëtu salcën edhe pikante edhe tamël, një hel të dyja bashkë edhe ishte diçka që ban wow. E përgjishme. Mrapa të nesërme, në ditën e dytë kena operu vetëm me shish kebabin e pules, për të tregu larmishmërinë e produkteve të mishave, që nuk kemi vetëm me mish, dhe me mazën e zime. Mazën e famshme. Mazën e famshme, që aty e gatum në skenën kryesore. Po, kemi dhe videot e mazës, e kemi më vete, ti tregojmë pak, sepse Veridoni na premtoi që do të na e përgatisive këtu. Edhe këtu direkt do ta bëjmë. Për të treguar mazën e famshme të Veriut. Maza ishte ajo që bani kulminantën, sepse ne e gatum në skenës. Pra, gjatë gjithë kohë që folklori dhe kostumografia po bate performancën për shiu
muzikën edhe traditën shqiptare, ne me kuzhinën tonë vazhdojmë gatimin direkt në qast edhe direkt mas performancës muzikore, bam shërbimin edhe për degustim të drejt për drejt. Mazën e kena shoqëruar me mishin e pulet edhe pak salcë pikante. Që gërshetim të plotmi. Ndërsa kjo receta e byreku? Ndërsa kjo është byreku me petat trasha, e quajmë në kazona jonë, ma është vetëm me vaj ulliri, hudër edhe krem kosit. Krem kosi. Asi gjo, që bëhen pet mas pete, si palacinkat e korçës. Si palacinkat tipi, petat fshira si e quajmë ka kazona korçë, na quajmë byrek me pet trash. Me gjaja ma e thjeshtë që mund të ekzistojë për i ushqim shumë shpejt, por realisht gërshetimi e athë e kosit, e hudra, vajullinit, edhe brumi, Mihal Peta, bën një gërshetim të plot edhe gjithë kishin një wow. Nuk e dim se pas ka këtë lloj kuzhine. Gatimi tjetër ishte moll e karamelizuar? Moll e karamelizuar, diçka sa për amelësin për në fund, për t'i shiju në fund, Mihal. Moll. Si ishte reagimi i degustatorëve, i vizitorëve? Çfarë i pëlqyen? Cilën recetë e pëlqyen më shumë? Me thënë të drejtën, çdo ditë, Mihal, për vetëm gatimet e ditës tajtë që nuk arritëm do të mi marë impaktin, por çdo ditë, me ditën e parë që kena gatu pastat me salqiqen edhe mishin shishe bab, na kanë kërku ditën e dytë. Pra, kur kena qenë të gatu mazën, s'ka ma nga pastat e djeshme, në kuptimin e fjallë, sepse ju ka lanë impakt. Po ashtu edhe ditën e tretë me mazën e zime, pëse s'na ke ba mazë sot. Pra, ishte impakti pozitiv për gjitha. Nuk është se mund që me specifiku diçka, por shonë reale ka ba maza. Maza. Të flasim realitetin shumë. Ishte diçka e panjohur për tonë? Shumë e panjohur. Nuk është se e kishin ashtu. Ne kena tradit, mundësisht edhe është e gërshetume edhe me mielin, kur për njerës që nuk janë me probleme me glutenin, por paralelisht bëhet edhe me puren e patateve që është për pjesën e problemeve shëndetësore. E sigurisht nuk mund të mungon të ajo sofrë tradicionale ka hershme e kulturës tonë. Sofra ishte ajo impakti pozitiv, ose impakti parë, me konjakun edhe me fërnetin Made in Albania. I shoqëruan, i provuan pije? I kanë shoqëru, sa i u detyru me ndërpret ditën e parë, se na mbaru në sasia. Pa jo është dhe e fortë. Në mes të ditës parë kemi thënë prit se kena edhe 2 ditë tjera dhe na mbarej sasia, s'kena ma. Kur ju kanë votuar? Para fërnetës dhe votës? Atëhere. Se a i shumë sa kanë pirë? Ditën e dytë, në fund të ditës dytë është ba votimi. Edhe, Mihal... Si u votua? Si u përzjodh lezha fituese këti panajiri? Në çdo stand bëshin votime nga kanë formular që bëshin votime dhe shkoshin organizatorë. Çdo stand ekzibitorsh, se kjo nuk është vetëm nga vizitorët. Kjo çmim është nga ekzibitorët. Nga ekzibitorët. Ja tek është shpallur çmimi i parë. Lezha fiton vendin e parë të këtij panajiri, kështu ta dëgjojmë pak dhe me zë. I change for English. It's the most attractive stand of the tourism fair trade. 2026 is going to Lezja, Albania. No, wielkie brawa, drodzy Państwo, zachwycili nas swoim występem, swoimi strojami, swoją muzyką. Również mogliśmy posmakować. Grupi Lokomotiv. Sa bukur ta dëgjosh çmimin dhe të mendosh që nuk është vetëm një trofe, po është një histori, identitet, kulturë, traditë e cila përcillet në sytë të tjerëve nga një Shqipëri që si kemi pas historinë me një Shqipëri që po merr kompeticione të tilla është goxha lart. Ndërkohë, si u prit nga publiku edhe pjesa e kostumografisë? U përfaqësuat me 3 prej kostumeve të veriut apo jo, të Lezhës. Kostumin e Zadrimës, zonja Teres, juve? Me kostumin e Zadrimës, të Kallmetit, edhe të Malsores edhe Mirditores. Me 4 kostume. Me 4 pra, jo me 3, me 4 kostume. Faktikisht Lezhë ka 6 kostume, që na për momentin nuk parashitën veç me 4 kostume. Dhe këto janë të vjetra, po i kena gërshetu edhe me 3. Do më thënë, kam bo një muzeum aty, kem lidh gjithë materialet e vjetra dhe kena bo kostumet e reja. I vetëmi qytet në mos gaboj që ka 6 kostume popullore? 6 kostume popullore. Ku ndryshojnë? 6 tradita të ndryshme. Me ato qëndisjen fine, me ato ngjyrat e forta, të bukura, ato gërshetimet. Gjithë kostumet, si Malsoria, Zadrimoria, Mirditoria, gjitha, këto janë tana të punume dikur me dorë. Dhe kanë veçantat e veta, janë shumë bukura. Dhe për shembull kostumin e Malsores, që u vlerësu shumë, po vlerësohet e Mirditoria, Zadrimoria që e kanë aprovu për ta qunë UNESCO,
Edhe na lezha... Pas gjubletës që është në UNESCO, bashkë me lahutun e malësishme, dy elementë të të rëndësishme. Unë jam me 35 vite në punë, që kam pregadit edhe treja, kam bo kurse pa fund, dhe tash jam edhe në pension, ka 4-5 vite në pension, dhe shpresoj që t'ju lajtrive. E duan të rinjt? E duan shumë, kemi edhe quna që po kërkojnë me punu aty, se punujeme edhe punimi me të zja, po kërkojnë, nuk ashtë në i punë fitim prurse, që po mojnë familjen, edhe pranej ezitojnë pak, po ka shumë që duan me mësu edhe për vedi dhe për familjen e vetë. Edhe për të trashëguar pjesë të identitetit tonë, që është ka që rëndësishëm. Nuk po mune mu tërhesh edhe pse një në pension ju vazhdoni të jeni një artizane, prej 35 vitesh apo jo? Po, prej 35 vitesh. Edhe, do me thënë, fillimi i punë s'ka kënë shumë i vështirë, po unë gjithmonë jam përmajt vjetrave. Cili nga 6 kostumet të jep një ndjesi tjetër, të kënaq më shumë syrin? Cili të pëlqen më shumë? Me të thënë drejtën e kostumi më i vështirë. Ndërkohë i fokusojmë pa kostumet e vajzave, që janë të veshura me gjitha i kanë të mira, po kostumi më i vështirë është Zadrima. Zadrima. Që do me thënë... është ngjitur me pavlinin Zadrima, që e fokusojmë pak kostumin e Zadrimës. Gjitha jo qepja, është e punuar me gjelban edhe e që nisën me dorë, po edhe copa është e punuar me të zja. Do me thënë, dikur kina pas pamukun që e shqiptarë, që ka kënë shumë cilësor, po ka këtë shalin fine që e keti. Ky shalli që është i mëndafsht, me fije mëndafshi. Do me thënë, është e punu me kretë me të zja, po është nëzirën nga krymi mëndafshit, se para 15 vitve kena prodhu edhe në krymin e mëndafshit është prodhuar në Shqipëri. Në repartin tonë, që Zadrima ka. mund të keni po rruga e mëndafshit, po gjitha jo puna është bo me dorë, pra ne thamë se puna ma vështirë është e Zadrimës. Që ka më tepër element Po, që ka ma shumë element. Po, do me thënë, edhe kostumi malsores, ka një punë gjubleta, që është e punu me krejt dikur me të zja, se të ashe punoj me stofna. Spiku. Me spike, me shtu, që mund bëjnë një muj e gjys me prodhu. Gjithë kanë ato të veçandet e veta, është edhe kostumi i mirë ditore, se ka atë gjupit, që ka ato elementet mrapa, që mund që është pak sa të qofim elementet. Ka element që duhet të fokusohen? Po, janë, do me thënë se gjitha janë prodhume me lesh tona këto gajtana, thojmë në gjuhë popullore, është e prodhume me dorë, dhe kanë do me thënë, kanë kryqet, se jenë atë kryshterë, ja ku i ka pjesën e kryqeve. Ka mbulume me flokë. I kalojmë pak flokë, ju të shikojmë edhe pjesën përfaqësuese të... Dhe kam pas fatin e mirë që Papa Vojtil, si kam pa bo veshjen me këte kryqin në mirë ditore, se kam marrë nga gjupi i vjetër, edhe ja kam bo me spaleta se general, edhe... Nga vizita që ka patur në... Që ka pas në Shkodër. Edhe ja kena dhuru, a i mftoj atje të kisha Shën Pjetrit, po edhe Papa Frances u bo ceremonia, u bo me veshit e lezhës, bo me të zja. Ku dora juaj ka qenë aty në çdo qëndisje. Do me thënë, edhe morem qmim edhe nga Papa Francesco. Edhe jam e knaqën jo për veti, po për lezhën. Si ke dhuruar kaq vite, kaq punë dhe kaq pasion për artizanën. Edhe janë shumë që unë kam i repart malë, që punësoj gratë në për shtëpia. Për të vazhduar të traditë. Për të vazhduar të traditë, edhe janë gjithë në punë që nuk kanë mundësi tjera, po do me thënë jam vetën me vazhdu traditën. Sot, është e vështirë të gjenden materialet copat, fijet, për të asil sa ma afër originalit, sepse janë të pakta ato kostumet që kanë betur që janë autentike të vjetra të zonave të caktuara. Na i kena pa marrë diku në Shqipëri, tash i marrim nga italiani, marrim nga turkëm, nga, do me thënë, nafshin që e kena prodhu vetë, na del me kosto, se ato janë me fabrika, na del kosto ma e ullët. Edhe në përshofim kostën për vedi. Po, e kena prodhu edhe vetë sa për fillimet tonë. Për të filluar. Si ishte impakti i vizitorve, kur panë 4 kostume të ndryshme, ngjyra, bukuri, folklor, tradit, identitet, gjithë shka e bukur aty? Vizitor, me të drejtën kam pa fund,
që vinë aty se edhe bashkia i ka pru turistat gjithë, se vinë të vendvarrimi Skënderbeu, të vinë edhe shofin e gjatë bukur. Dhe më thënë, gjithë gjatë e punume me dorë. Sa do të ndikoj ky panajir nga vizitorët që kanë patur mundësin të marrin pjesë në turizmin e Lezhës? Ajo kryesorja që ne kena shku. Një nga qëllimet kryesore të pjesëmarrjes sigurisht. Duke qenë se kena pasur një staf shumë të mirë të hotelerisë dhe resorteve, edhe shumë kualifikuar, patëm fatin që të kontaktojmë pothuajse me gjitha ekzibitorët atje, duke shoqëruar edhe me këto kostume që përmende, që u nalëshin gjithë të bë foto me vajzat, u realizuan kontrata. Disa nga resortet realizuan kontrata, njëri 4, tjetri 3, që duke qenë se edhe në Wrocław në maj u hapte linja re me Shqipërinë, edhe vetë me ato përfaqësuesit që kishin stenden e vetë të aeroportit Wrocław me gjithë ato që kishin linjat, na interesoi Lezhë, se më thanë se ku do t'i çojmë turistat që kena bërë linjën. Po. Kështu që ishte prapë një indicje e mirë, sepse ne i tregum Shqipëri çfarë mund bësh në krejt Shqipërinë, po edhe të tjerëve, vizitoni Shqipërinë, vizitoni këto ofertë turistike, vizitoni hotelet, vizitoni atraksionet e plazhit, vizitoni sepse keni kuzhinë shumë mirë dhe besojmë edhe jemi edhe realista që këto kontrata që kanë kështu do sjellin përfitime për zonën. Të shpresojmë. Mund të kemi kapacitetet e duhura për të bërë turizëm kulinar, pse jo? Po, Lezhë i ka rrit disa standarde goxha të larta, si shifet në Shqipëri, po ta marrim gjithë Shqipërinë, po deshet konsumosh i drejt mirë, konsumoj në Lezhë, është trendi i lirë. Këna arrit i standard që t'i japim rezultat mirë. Besoj se zë viti parë mund ketë edhe ato qalimet e veta derisa të kuptohet situatat reale, se gërshetimi i ushqimit tonë me ato që njerëz janë mësues e turizmi ka nevojë, por me atë që na dha impaktin ke panajiri, jena gati. Në restorantin tuaj ju keni Zadrima Farm, apo jo? Jo, hyllin e dritës. Përfaqëson hyllin e dritës, ndërkohë e kuptova, ndërkohë në restorantin tuaj ylli dritës, gatuani vetëm receta tradicionale? Vetëm receta tradicionale dhe produkte të zonës lokale. Përtej recetave që janë autentike të zonës, që përfshime nga gjithë trevat e Veriut, bashkë epicendra e Zadrimes, por produktet janë lokale. Pra një klient që vjen, një vizitor që vjen, gjen traditën komplet. Edhe të fermerëve që kena marrëveshje me njëri tjetër, Mihal. Që kjo ndikon dhe në punësimin e tyre, që dhe produktet e tyre të jenë... Drejt, Mihal, ata kanë produktin prodho se e ke të shitun, Mihal, e ke konsumin e sigurt. Jep prodhimin e standardit, edhe produkti është nuk ke nevoj për dalë ke tregu, apo për të kërku ma gjatë se e ke tregun ty. Në bile me Renal, me drejtorin, kina bo panajirin e gjelit detit në 10 orë, vjetë, edhe kina pasi kërkes gjelit detit pa fund. Kishin porosi vetëm na bëni. Prodho fermerëve se keni të shitur dhe gjithë. Ajo u bë spontanisht. Disa komunikime fermerët e MAPS atë që po e bëm. Këtë vjetë sa kena shitë më shumë se për herë. Unim shumë knaqë. Që një xhiro të ylli dritës kush e ka rrugën. Pse jo të shkoj për të vizituar bukurit dhe zona turistike të zonës. Pashtu edhe patjetër që edhe ata që duan gatimin tradicional. Ne do të shkëputemi për pak publicitet tani, ndërkohë ne kemi dhe një kërkesë. Përpara se të kalojmë publicitet, bëhemi gati, Pavli, sepse një rapsot në studio nuk mund ta lëm kështu të kaloj kollaj pa na interpretuar diçka një nga zërat më autentik të folklorit ton. Ndërsa Firidoni do na gatua shmazën e famshme. Të bëhemi gati dhe për në kuzhinë, kështu që mos u largoni dhe ju. Shenka pje kur shega, o moj vojz dhe zhjone, prit pak ta ullë degen, se ti shek mu bone, pute morni shegen te ku si gjaku, o moj shege amel kam me të manë për nuse, o moj vojz dhe zhjone moj si relne dhe dit kur zbret, nga kaloja tegu, rate begut, o moj shege amel kam me të manë për nuse.
Jemi rikthyer tashmë për të përgatitur mazën e famshme. Më trego pak nga historia e saj si përgatitet edhe çfarë. Atëherë, maza është produkte thjeshta, ingrediente thjeshta. Ka dy lloj formash, siç e diskutuam pak më parë. Ka edhe me pjesën me probleme me grurin, me mielin, që janë gluten free, që quhen kategoria, që bëhet me pure patatesh, që ne kemi bërë me pure patatesh. Ka edhe me miell të drejt për drejt integral që bëhet në përshpije normale, kush nuk ka probleme. Janë përbërësit vetë. Pureja patates, djathi pa kriposun, djathi një mi fjali pa djathi but, pa i but, dhe gjalp, ka qka, Mihal. Është tradit shumë ka që thjesht, pak përbërës shumë shije. Shumë shije, shijet ma shumë ke pjesa bylmetit, sepse është edhe gjalpi edhe djathi që ndikojnë ko gjallë. Ka një sekret për të dalë ashtu si që kemi parë në video tuaja? Djathi do t'jetë sa maj pastër. Atëherë, më tregu tani si përgatitet që të kalojmë të sofra përsëri? Shkrim gjalpin, që të bëhet shkrija gjalpit dhe marim puren e patates, pasi është bëhet patatja, zjere dhe produktet e veta, që mos të është. Ta kërkojnë shpesh këtë recetë tek restoranti? Kjo restoranti është menu e pa negociushme. Makaronat me kremin e tartufit, me tartufin edhe me ajken e qumshit është e pa negociushme. Janë produkte që nuk mund të heqim edhe mazën e zime. Ka edhe në gjallë puren e patateve aty? Puren e patates që derisa bëje shkrijen totale dhe lidhjen me gjallpin. Tani themine, pse ka veriu këtë recetë nuk e ka jugu apo Shqipëria e mesme, duke qenë se i përket dhe zonave të ftohta, apo jo, që ka dhe këtë sasin e kalorive? Sasia e ndyrës e lartë është e lartë. Është e lartë që bën ndërlidhjen edhe zakonisht konsumi është në kohën e dimrit, kryesisht. Kohën e dimrit edhe në zonat ftohta. Po. Çfarë përfaqëson sofra në familjet tuaja? Vazhdon kjo tradita? I prisni miqt në për sofra, zoti Lulash? Sofra vazhdon. Çfarë përfaqëson ajo? Është më duket një takim mes shijes, me gazeve tradicionale dhe kulturës. Sofra është tash i mi vet. Kjo ka vazhduar. E vazhdon prapë. Ju mbani në duar një instrument shumë të vjetër, një instrument i cili është tashmë mbrojtje e trashëgimisë kulturore në UNESCO, si është lahuta. Prej sa vitesh e keni trashëguar? E keni marrë nga familja, nga babai? Po, për tash 200 e sa vjet e kem pas lahutën në shtëpi. Se kjo është në Shqipëni është instrumenti më i vjetër. Po. Edhe është trashëguar brez mas brezit. Për shembull, shtëpia jeme ka pas gjyshin me lahut, babën me lahut, vllaznit me lahut edhe unë me lahut. Unë kam 60 vjet që i bie lahut. 60 vjet? E kam pas në lush një lahutën, në internim. Në atje kam mësuar. Se nuk në kanë lanë me knua ne. Unë tash vonë në demokraci kam knua, se nesë në kanë lanë me knua, se jenë kënë për një kënë politikë. Po në një këshu fshehur, këndonit, për shembull në si që kanë vepruar? Po, se më nëllë kush në shpita e me knua. Edhe me dalë në bërë teme me knua, se më nëllë kush. Jo, po dëgjoheshe. Po dëgjohet. Kishe gudzim. Nuk është në lume, jo. Të shpia jo dhe po si duar. Fëmijët tuaj e kanë trashëguar lahutën? Ideali ma, po, e kam jashtë. E ka me dëshirë, me qefa, po? Jo, u thëma ty në tirëve të vëgjel, u thëma, po duni mi morë lahut një, po që me e bënë dronë, thë. Ndërkohë lahuta që ti ke në dorë, ku e ke prodhuar, çfarë materiali? E ke blerë në Shkodër? Ati lahutarit pre në Shnilës. Është lahutari ma i mira i jonë. Tingulli i saj, çfarë emocioni ti jep? Po qa me folun për tingullin, kjo bjen vetë. Flet vetë. Mos të thëmë gjo për tingullin e lahut. Flet vetë, është gjura e shpirtit. E varet edhe si lugishta. Që ka që e kanë lahutën, po s'din me i ra. Një këj bres ka me e majtë. Brezi tjetër asë nuk merët me ta. Se duen hip-hop, e duen jazz. Të vjen keq që të mund të mbas një ditë? është gjuna me lonë lahutën, masi i kanë ra brezat talë, parë. Edhe që përfaqëson traditën tonë, identitetin. Unë babën e kam pas mretin e lahutës duka gjinit. I ka ra në Rom, e ka ra në Tiran, e ka ra në Malzi, e në Tananë. Ka kënë lahutari ma i mirë Shqipënisë veriu. Pavli, për ty, çfarë përfaqëson? Që te veshja, që tek instrumenti që mban, që te këngët, si një rapsod, është përgjegjësi në fakt të përfaqësosh zonën. Ti je zëri i autentik i folklorit. Në fakt, unë e kam nisë që më është vogël një qifteli, po tash kohët e fundit kena hyrë edhe në tregun tjetër në përdasma e vende familjare. Është bërë një trend kjo sofra në përdasma. Nuk ka tani dasma në veri që nuk përdoret sofra, kostumografit që veshin dasmort, ose veshet edhe qifti me roba me kostume tradicionale.
Dhe është një gjë e bukur që mos na harrojmë traditët. Cila është një këngë që ty të emocionon, të mbush më shumë e vjetër e zonës së Lezhës? Edhe kënga e Shegës që këndove që parë ishte një këngë e vjetër. Shegës është një hit i joni, që kam kënduar unë me 2 kolegë tjerë, të cilët i përshëndes, Agroni dhe Petriti. Teksti është bërë nga Fran Laska, edhe muzika e kompozimi nga mjeshtri i madh Mark Gjoka. Edhe është ka qenë një hit për ne ajo në 2008 për grupin tonë. Ne quhemi grupi Flati i Detit. I kushtohet vajzës lezhjane. O moj vajzë. Zbret nga Kalaja te Gurrat e Begut. Që përfaqëson duke prekur të gjitha simbolikat e zonës. Mirë, besoj se i kemi gati Mazën, apo jo? E përfundume. Ja të shojmë pak kremozitetin. Ndarjen e Gjalpit Mihel që tregon se tu kuptohet që ajo është gati, që nuk në gjitë më. Kjo nëse qëndron, bie që trashet, forcohet. Kjo pastaj shoqërohet me çfarë ka klienti dëshiren. Okej. E marrim dhe shkojmë tek tryeza tani, edhe pse është degustuar, e ka kaluar fazën e vet. Fazën përgatitore. Në panajir, po ja pse jo, mund të kjo është. Ta testojmë pak. Do ta provosh e para? Se e nxehtë ashtu e ngrohtë siç është akoma më mirë. Kremi i ka të përfshime elasticiteti, djathi, që jep djathi drejt për drejt. Kjo është me krem. Me miell normal. Pjesa tjetër pra mund të përgatitet super shije. Shoqërohet me pjesën e mishit. Ka larmishmëri, shoqërimi. Është diçka mesore që përdoret për si meze, si e quajmë në zona jonë, meze tavoline. Meze tavoline për të shoqëruar gatimet e tjera. Dhe për ta mbyllur, pse duhet vizitohet Lezhë? Lezhë duhet vizitohet. Cilat janë atraksionet? Për plazhin e bukur, me thënë drejt duke filluar nga Rana Hellën, Shëngjini, Kunja, Vajini dhe Talja, do vizitohet për kulturën e bukur, për memorialin e Skënderbeut, për lagunën që është e para zona e mbrojtur, për kuzhinën e mirë, që për çmimet e arsyeshme, për gjithë këto kombinacion që i ka në një lokacion të vogël. Ti, mrena një kohë të shkurt i viziton të gjitha. Ju mirë presim Lezhë. Dhe shumë urime për çmimin, sepse përveç se siç thash është një çmim, është më shumë një përfaqësim i tregues shumë i mirë i shijes, i traditës, i folklorit, i kostumografisë, i valleve dhe i gjithçkaje që vjen nga shpirti i popullit. Faleminderit shumë, mund të na shoqëroni tryezën tonë të përbashkët me ndonjë interpretim tjetër dhe ju falenderoj dhe vajzat që kaq të bukura, përfaqësojnë traditën me veshjen e tyre folklorike popullore, por mbi të gjitha duke ja ditur kuptimin, siç tha dhe Terez, që është vërtet një histori e bukur të dish se çfarë ke veshur. Mirë, me interpretimin e mbyllim dhe ju falenderojmë që na keni ndjekur. Kalofshi bukur, mos harroni vizitoni Lezhën. Dio Lezhjano Sherli, vete bukra vjen tek ti, për dashni luleb kanë thënë, lum kush merre, lum kush merr djalin Lezhjane.